Procedurat janë në duar tuaja, ka një rregullore dhe mund të vazhdoni. Tani, Zoti Balla ka fjalën për sqarim nëse keni kontestimin tuaj, vazhdoni me procedurën, po tani s'mund të mohoni drejtën e fjalës së njërit apo tjetrit. Cila është rregulloria? Rregulloria është që nuk ka asnjë dalje për nxjerrje për jashtë automatike. Nuk ekziston kjo nxjerrja jashtë automatikisht, nuk ekziston. Masat kanë të dëgjojmë një sqarimin, ju lutem tani dhe mos e vazhdoni më. Zoti Balla. Jo, nuk është e vërtet. S'është e vërtet. Nuk ka masë të tillë. Lere këtë, se sa e çdo ishe Zoti Bardhi, mua mos mua hakre ashtu, e para, e dyta, fjalori që keni përdorur ju këtu, as nuk ka të krahasuar me çfarë është thënë dhe u s'dua të mbaj anën askujt, dakord? Po ju jo, nuk ju takon ju të bëheni si të prekur, sepse keni thënë këtu fjalët që unë deri më sot nuk i kam dëgjuar ndonjëherë këtu me veshët e mi, dakord? Ti, Gas Bardhi, sot ke thënë fjalë që unë nuk i kisha dëgjuar sa vite kam në parlament. Fjalët më të ultat që si ka as fjalori. Keni thyer gjithë familjarët e kolegut. Dakord? Edhe bën kështu si i mërzitur ti për një numër telefoni që nuk po e lejon ta sqaroj. Mua mos ma bëja dhe mos më trego gishtin ashtu. Dakord? Se nuk takon. Sepse nuk ke folur si deputet, ke thënë fjalët më të ulta.